kemi duar ty, që unë tani të bëhem aq keq, e kupton për këto gjëra të dal nga vetja dhe të dal jashtë. Prandaj unë shpesh që ke pati këtu, nuk ja përgjigje me argument. Se e jep kot. Po ta japësh nga vetja. Po nuk e jep, po e kam dhënë më. E kam dhënë, do të jap një shembull që është themelor. Kur thon ti akuz, nuk pyesin. Ti je dashuruar me se s'po përmend emër, me X-in. Si e justifikon ti me argument? Jo. Po ma thuj pra. Shiko, komplet situata, unë jam kundër asaj situata që ka ndodhur. Personalisht si Nikol, se jam bet gocë edhe e vedhe vetë në vendin e... Iqe këtë, shembullin tim. Po them, ore do të vi ty, unë nesër ty, do të them ti, je dashur, se s'du me thonë emrin. Ti je dashuruar me Stenardo. Po ve një emër kot. E kupton? Ti je dashuruar me Stenardo. Edhe ti e shfrytëzon Stenardo dhe ti e kështu. Po ja ma ka bëj, po kësë më ka dhe më ka thënë Mateo, në prale. Po ta them atë më, a më kupton që po them, nuk po them atë, po them vetën time, po e marr unë më shembull më. Si po ta bëj unë? Jo, unë presis do ma thoja, sepse s'është e tillë, po nga njerëz që... Po ta jap si shembull, se s'kam për ta bërë kurrë, se s'kam ashtu, se si kam thënë kujt këtu. Edhe ai ka pas situatën me Baby Gjin, se ka pas diçka, unë kur nuk e kam akuzuar. Unë mund ta pyes. Pra keti filani me këtë kështu, po mund ta pyes. Se është drejta ime me të pyet, por dash përgjigjen, dash mos u përgjigj, se prandaj po, ma jo ta akuzosh. Bukur. Këtu më rri. Këta të akuzojnë. Unë nuk akuzoj njeri. Unë mund të pyes, të të provokoj. Nuk mendoj, për shembull që veprimet e tua ndoshta e kanë treguar pak atë gjë, apo është komplet jo? Ja, pra, kjo është që do thotë. Unë them jo me të madhe, veprimet e mia nuk është ai qëllimi, nuk tregojnë atë gjën. Situata të duket e hishme se si ka ndodhur. Ja, një sekond, por perceptimi këtyre dhe përdorimi për të bërë insinuat kundra meje, e kupton, është pjesë e lojës për intimidim. Ky është argument. Dhe unë, në momentin që e kuptoj këtë gjën, pa nuk të japë më përgjigje ty tani, se unë s'do merrem me ty. Situata ka qenë shumë gabim. Pjesën që të kanë kështu për ndjenja, e kuptoj, do ishte shumë deluzionale që me të vërtet ti ishte. Kështu që në momentin që ti thua jo, me duhet të merret për jo. Do ta bëj dhe avokatën e djallit? Po të ishte, unë nuk kam problem me e pranu. Fare, edhe e mbroj unë, di unë si e mbroj. Po të jap avokatë e djallit. Që ta pranosh ashtu, s'mendoj që do e kishe pranuar. Ta them mendimi, nuk mendoj që do e pranoj thjesht. Po unë po tregoj me sinqert, valla. A dojë sinceritet? Avokat djalli. Po të bëj të kundërtën, e kupton? Edhe sikur të ishte, po të them, se këtu merret një fjalë edhe sikur të ishte, ne jap theks fort sa gjës. Edhe sikur të ishte, jam aq i sinqert, edhe aq drejt për drejt me veten time, sa e kisha pranuar. Po nuk mendon që ca veprime kanë treguar të kundërtën? Po jo pra. Ose reagimet e tua? Janë të përdorura. Nga ana jote, unë vetëm me ty po bëj muhabet tani. Unë nuk po flas për tjerët, unë e di se si mendojnë të tjerët. Jo, zero e madhe. Zero e madhe. Pse ke pasur reagime atëherë me situatat që kanë vijuar të ndodhin më vonë? Çfarë reagime? Me zhvillime që pasi kanë ndodhur ato, se s'dua tani të kapem me situata eksakte. Po, mbasi kanë ndodhur situata si kanë ndodhur dhe si kanë vijuar, reagimet e tua, nuk mendon që kanë treguar atë gjë? Ose që nuk po them ndjenjë, shumë fjalë e madhe, të duar që ndjenjë është të kesh me të vërtet dashuri për dikë. Sepse janë të kesh... Po them një lloj interesi, qoftë edhe shumë i fort për lojën. Nuk do doja tani të të cënoja të thosha që ke pas interesa personale nga Selini. Po zemra, po e pranoj këtë unë. Interesa shumë të forta për lojën. Po,